Triumfi muajin e shkuar në Prishtinë ka rritur dukshëm motivin të kombëtarja e Kosovës për ndeshjen kundër Slovenisë. E ky optimizëm të Dardanët vërej edhe në konferencën për shtyp, të mbajtur të njëjtën para duelit me Sloveninë, që i takon kualifikimeve për botrorin 2026. Në këtë konferencë të Kosova u parashit selektori Franco Foda dhe portieri Aro Murić, që insistuan se pikët e plota janë opcioni vetëm në këtë përballje. Ndeshja ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë luhet të premten prej orës 20:45 në stadiumin Fadil Vokri, i cili pritet të jetë i stërmbushur dhe të ketë një atmosferë elektrizuese. Dardanët në këtë përballje futen pas fitores 2-0 ndaj Suedisë dhe aktualisht kanë 3 pikë në grupin B kualifikues pas 2 ndeshjeve të luajtura, ndërsa Slovenia ka vetëm 1 pikë dhe është në kërkim të fitores së parë në këtë cikël eliminator. Selektori i Kosovës Franco Foda ka insistuar se ekipi ka punuar mirë gjatë kësaj jave dhe se është plotësisht gati për ta dëshmuar këtë në fushë. Atmosfera është e mirë, por pos dhe Llovës të tjerat janë në gjendje të mirë dhe të gatshëm për lojë. Tani e kemi edhe seancën e fundit stërvitore. Do të koncentrohemi në aspektin taktik, shpresoj se nuk do të kemi të tjera lëndime, jam më se i bindur se para publikut ton, në vendin ton, do të kemi paraqitje të mirë. Foda gjithashtu vlerësoi edhe Sloveninë, e po ashtu ka folur edhe për një fitore ndaj Slovenisë në të kaluarën, kur e drejtoi Austrinë. Jam përballur 2 herë si trajner i Austrisë ndaj Slovenisë në kualifikime të ndryshme. Kemi fituar edhe 1-0, ka qenë vështirë sepse Slovenia ka defanziv të mirë dhe pranon pak gola. Për ne është e rëndësishme të koncentrohemi në mbrojtje dhe të shënojmë gola. Kemi edhe publikun prapa nesh, Dardanët duhet të luajmë para dhe të krijojmë mundësi shënimi, kjo është e rëndësishme të shënojmë. Krahas Fodas, optimizmin e tij për fitore kundër Slovenisë e shprehu edhe gardiani i Portës Aro Murić. Po ashtu, portieri Sassuolos foli edhe për dallimin e skuadrave nga ndeshja e fundit me Sloveninë. Jam i lumtur me formën time, presim fitore, shpresojmë se do të marrim fitore, nëse kthehemi në kohë dhe e shohim zhvillimin, jemi zhvilluar shumë, mund ta keni parë edhe ju, kemi lojtarë më të mirë që luajnë në liga më të forta, zhvillimi është i madh, e kemi rastin për ta shfaqur nesër dhe shpresojmë se do të arrijmë suksesin. Pas konferencës për shtyp, Dardanët kanë mbajtur stërvitjen e fundit para përballjes me Sloveninë, ku selektori Foda ka definuar detajet për formacionin startues për të premten mbrëma. 3 ditë pas duelit me Sloveninë, Kosova do të përballet në udhëtim me Suedinë.